O Zot, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd me anën e kryqit tënd. Simboli i kryqit, që vjen pikërisht në mesin e periudhës së kreshmeve, është simboli ku bashkohen fenomenet të kundërta me njëra tjetrën. Aty bashkohet sakrifica me dashurinë, vuajtja me gëzimin, mundimi me shpëtimin dhe në fund vdekja me jetën. Këto simbolika dhe fenomene marrin kuptim në jetën dhe shembullin e Zotit Jezu Krisht. Ai denjoi të kryqëzohet dhe të sakrifikohet për qenien njerëzore duke i dhuruar kështu jetën e përjetshme. Nderimi i kryqit vjen pikërisht në mesin e periudhës së kreshmeve për t'u dhënë durim dhe kurajo besimtarve në përvojën shpirtërore të kreshmimit. Të krishterët e nderojnë kryqin dhe e kanë si mbështetje dhe simbol me anë të cilit Perëndia mundi fuqitë demoniake. Kryqi i shoqëron besimtarët në jetën e përditshme, duke e mbajtur kryqin dhe duke e bërë shenjën e kryqit sa herë luten dhe kërkojnë ndihmën e hirit të Perëndisë. Ngritja e kryqit të Krishtit është e themeluar mbi besimin dhe ftesën që na bën vetë Zoti Krisht në pjesën e Ungjillit që lexohet sot. Kush do të vijë pas meje, le të mohoj veten e tij dhe le të ngrer kryqin e tij dhe le të më vijë pas. Kryqi ka fuqi transformuese, forca fizike kthehet në forcë shpirtërore, veprimi sakrifikues kthehet në veprim dashurie sakrifikuese për veten e për botën dhe merr kuptimin e tij të plot. Këtë të diel në çdo kishë ortodokse, klerikët kryejnë procesionin e nderimit të kryqit duke e vendosur mbi lule në mes të kishës. Duke dalë kryqi në kishë dhe duke e lartësuar atë, u rikujton edhe një herë besimtarëve se duke kaluar nëpërmjet sakrificave dhe përpjekjeve, për të kryqëzuar pasionet dhe mëkatet tona, shijojmë më pas të mirat dhe bekimet e Zotit.